Përshëndetje vëllezër e motra të gjithëve nga Ormeti. Siç e kum pa ditëve të fundit, ju kanë dhënë disa dezinformata duke ju premtuar që ka ardhur një ligj apo ka ndryshuar një ligj që do t'i merrni nga 300 euro si bonus për secilin fëmijë, nga fillimi i majit, pejt parë dikon deri me të pestin. Por ju kanë rrajt sa janë të mëdhaj, edhe ju e dini që si të rajnë unë së pa reagume njëherë, ke kush ke, se për atë arsye edhe kapën për mu shumë, e monuan mu për mene, monuan me marrë vëmendje duke u marrë me mu, por me ju tregu drejtin ju e dini që une s'kam vakt mirë me secilin, se sa qeni lej me nisa sinxhir s'kena mi lidh, apo kupton e lej mu marrë me ta kështu. Por çka dini një sen që su në rri, pa ja shplu ato dallavere, ato rana që e keni pos vetëm për klikime. E për dallim nga ju, unë nuk e bëj për klikime, po çka do që dha, edhe ashtu si që është, edhe plus ju nimoj si cilit, e hupi kuhën teme, për si cilin që ka nevoj. Edhe për atë arsye i thom si cilit vlla edhe motër shqiptar, apo motër e vlla shqiptar i drejtona. Edhe nuk i drejtona zonja, zotri, qytetar, se nuk jem të dhon lajme, nuk jem të menaj par televizioni, jem të e bo një punë njërë vullnetare, edhe jem të e bo për vëllezrit dhe motrat e me shqiptar, ku do që janë. Unë ju përshëndes të gjithve, me respekt, Muhammed Bajram Mehmeti, kaloni sa më mirë.